Të përtigohen që e mirë në nëzatës për të gjithë të lëshikuesit e orës 7. Me siguri, sot vjen me lajme shumë të mira. Për dallim nga dje, sot kam lajme me të vërtet shumë të mira, kemi njës ditën me moto këtjellet dhe me rezë djellit, do vazhdojmë të kemi kryesisht intervale ore me djell në të gjithë territorin e Kosovës, rëndësirat e lehta kalimtare, pritë zëget në Gjilan. Temperatura mjaft të mira dhe gjatë ditës sotme, me minimale në këtë mëngjes e kemi Mitrovicën dhe Kryqëtetin me 4 gradë Celsius, temperaturat e larta do nisin nga Mitrovica me 17 gradë, 18 gradë Celsius, kemi Prishtinën, Gjilanin, 20 gradë maksimale apo shënon në Pegja, Kovë dhe në Ferizaj, temperaturën më të lartë për ditën e sotme, e si zakonisht e kemi qytetin e Prizrenit me 21 gradë Celsius. Shkojmë tutje nga Shqipëria, motë kryesisht i ngjajshëm me diell vranësirat e lehta kemi në disa zona, si në qytetin e Korçës dhe të Gjirokastrës. Minimalet në këtë mëngjes i kemi në qytetin e Peshkopis me 8 gradë, Korçën e kemi me 6 gradë Celsius, temperaturën më të lartë për ditën e sotme po e mban qyteti Kukësit i Vlorës me 22 gradë Celsius dhe Elbasanin si zakonisht i kemi me më shumë me temperaturën më të lartë me 23 gradë Celsius. Sikurse në Kosovë, në Shqipëri, në rajon parashit të mbajmë motë ngjajshëm, kryesisht me diell e vranësira kemi në qytetin e Plavës. Dhe kjo e fundit po i mban dhe minimales me 4 gradë Celsius, temperaturat më të larta gjatë ditës i kemi në Dubrovnik me 23 gradë dhe Shkupin e kemi me 1 gradë më shumë. Dhe këtë në fund kalojmë tutje nga pjesa tjetër kontinentit europiane, pritet të mbajmë motë ndryshueshëm. Kemi diell në Berlin dhe në Sevi, Athinë, Stamboll, Bukuresht, pjesa tjetër e kontinentit europian, pritet dhe vranësira si dhe reshëshiu në Londër, Bruksel, Paris dhe në Barcelonë. Sa i përket minimaleve në këtë mëngjes i kemi në Stockholm me 3 gradë Celsius, temperaturat më të larta gjatë ditës i kemi në Sevi me 28 gradë, por Moska sot ja ka kalu Sevis me 30 gradë Celsius. Çka po ndodh në Moskë? Diçka nuk është në rregull andej. Moska është u triumfu me maksimale. Wow. Pak një befasin nga Moska. E vërtet, për shkak se zakonisht janë shumë afër me Stockholmin dhe diferenca sot është me të vërtet mjaft e lartë. Faleminderit shumë Lorena. Faleminderit të ty. Të flas përsëri në pjesë tjera të programit. Patjetër. Ndërkaq miq dashur, shkua tani të presim Vullnetin në studio, ai vjen me informacionet e fundit nga vendi dhe ato më të rëndësishmet nga bota. E përveç Vullnetit do të kemi lidhje direkte me korrespondentët tanë, gjithashtu do flasim gjatë kësaj pjese për protestën e studentëve në Shkup, si dhe të tjera informacione që ju presim vetëm pas pak.